Përshëndetje e shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Tre zëra të rëndësishëm të artit bashkohor në Kosovë, Driton Hajredini, Arpnor Karaliti dhe Naim Spahiu sjellin vizionet e tyre artistike në ekspozitën e përbashkët Pozicionet, e cila hapet më 30 maj në Flori Gallery në Prishtinë. Kjo ekspozit synon të sfidoj mënyrën se si e perceptojmë rolin e artistit sot, duke shpalosur qasje të ndryshme, por që bashkohen në kërkimin për kuptimin, identitet dhe angazhim shoqëror. Në prag të hapjes së ekspozitës, në studio kam njërin nga artistët pjesëmarrës në ekspozit, Naim Spahiun. Përshëndetje Naim dhe mirë se erdhe në Art Kultur. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Naim, çka konkretisht përfaqëson për ty ekspozita Pozicionet? Pse e keni titulluar kështu Pozicionet? Jeni tre artist vizual që e keni bërë bashk, keni sjellur punimet, keni bashkuar forcat dhe çka? Po, është e vërtet, fakt në zakonisht si kolegë, shpesh më lidhemi, diskutojmë dhe ishte një ide me bë një ekspozit në Flori Galeri, ishte një mundësi e mirë që na dha nga menaxhmenti i galerisë. Shpesher ne si artist nuk kemi hapësirat nevojshme për ekspozim. Edhe kështu që ne si artist do të shpesher me tregu, me qenë pak më rebel në të komunikim ose gjetjen e hapësirave që ne kem nevojë mi pas dhe me qenë më afër publikut. Edhe rastisht ka ardhur edhe titulli i ekspozitës Pozicione. Ty di që jemi tre artistë cilët mundohen pak a shumë me dhënë vulin në artin bashkëkohor të Kosovës dhe jemi aktiv në këtë sferë dhe ishte një mundësi e mirë ta shfrytëzojmë kohën edhe hapësirën që na ofroi galeria Flori Galeri. Tani ju keni dashur që se cilit i keni pozicionet tuaj aty? Do më thë se cilit i keni një pozicion? Vetë titulli Pozicionet rjedh pe qasjes ndryshme prej njëri tjetrit. Do thotë se cili prej kandit vetë ka një pozicion të veçantë në mënyrën e shprehjes, komunikimit, mënyrën se si e shohin të tjerët. Do thotë edhe komplet ekspozita, që është ekspozite përbashkët, po mund ta qush edhe personale se cilit prej këtyne treve, për shkak se secili prej tyre ekspozon më shumë se 7 punime, 8 punime, por mënyra puna edhe prezantimi, koncepti i punëve të secilit prej neve është ndryshe. Edhe rrjedhimisht ka ardhur edhe vet koncepti synime, kjo Pozicionet, që lidhet ngushtë me identitetin e secilës dhe mënyrën e reflektimit nga vet artistët. Naim, a mund të flasim për mënyrën se si ti e ke pozicionuar veten në këtë ekspozitë krahas dy artistëve të tjerë? Cila është, nëse mund të themi, cilat janë ato punime, si titullohen, çka ke dashur ti t'ju thuash audiencës atyre që do të vinë në hapje të ekspozitës ta ndjekin? Po, është e vërtetë, me thënë drejtën, nisja e kësaj ekspozite ka qenë keq spontane, që thashë edhe më herët, edhe me gjithë atë modestinë time personale, unë ju kom imponu këtyne dy artistëve, për shkak se ideja ka qenë që unë mi akuru ekspozitën, edhe ata ishin seklet, a do të kemë mundësi, a do të kemi shumë punime, s'di që do dalim, a thash atë futem, edhe unë ju mesin e juve, po bom tre, po edhe kjo vlen, kështu që erdhe deri një bashkëpunimi mes tre artistëve, tre kolegëve, edhe mënyrën edhe prezantime qasjes se të secilit. Se i përket kandit ose punimet ku ekspozohen punimet e mia, është një reflektim i kohës që viteve të fundit më ka përcjell në ulëmtim i gjatë në identitetin fillimisht të kohës që kemi lënë pas, që është shumë e rëndësi gjurmët e kohës që unë e trajtoj në përpunimet e radhës, ku materiali është material reciklues, që kombinohet me ngjyrën, me vijën, po edhe me gjurmët e kohës. Do thotë përdoren materiale të caradave, që janë të kamionave, po në mënyrën në gjetjen e vet artistit edhe ekspozimit se si ai e ka para pa. Që do thotë ato telajo përcjellin emocion të kohës, periudhave të viteve të ndryshme, kilometrave tonë të njerëzve që lidhet edhe me luftën, me refugjat, pasojat e luftës. Do thotë, secila prej aty në punimeve në vete mban një gjurmë të kohës. Kështu që unë ju mundu që gjurmët të fus në telajo, edhe të ja jap një identitet të përbashkët mes autorit dhe gjetjeve
të tij, cilat i ka pas me vite në hulumtim. Do më thonë, sepse nëse do të merresh me gjurmët në tokë, që i lënë për shembull këmbët, shkutat e këmbëve, ti pas ke marrë gjurmët e kohës, ose të xharjeve nga periudhat e ndryshme. Po, gjurmët, kur them gjurmët, ndoshta edhe një gërvisht që sa do e vogël, që gjendet në atë telajo, e ka një periudhë ose një gjurmë të kohës, ndoshta është mbi 30 vite e vjetër. Po ato një kum gjeti, kum zbulu në për varreza, në për hapësira, ku ato faktikisht janë, që shihën këtë foto, janë të trajtuara në mënyrën e instalacionit që kom pas një ekspozit më herët. Po, këtë foto që ma dërgove, mora unë, pastaj e nxjerra dhe sigurisht do t'i kemi edhe disa të tjera në vazhdim. Çka të afron me dy piktorët e tjerë në këtë ekspozit dhe çka ju ndan realisht, cilat janë, nëse mund të themi për ty folëm pak, cilat janë ato telajo, ato piktura që ti do t'i ekspozosh, por po më intereson me dy piktorët e tjerë, dy artistët. Po, është e vërtet, ajo që na bashkon neve është komunikimi i përhershëm, një miqësi e ngushtë kolegiale, që është e nevojshme për secilin artist, cilët nëse dojnë thjesht me marrë një rrugtim, gjithmonë është e nevojshme komunikimi kolegial, me pas se ku jenë raport me tjetrin dhe çka mundemi ne bashkarisht të veprojmë në një rreth ose komunitet ose një mundësi që na mundëm pos vetës tonë, po t'ja krijojmë të tjerëve. Është miqësia vjetër, mandej komunikimi, Arnori ka qenë një prej studentëve dallum të Fakultetit të Arteve, që ka qenë një herë është student i imi, derisa para arrestimit fakultetit dhe një vazhdimsi, që kemi pas një bashkëpunim kolegial, edhe gjatë kohës o ka qenë studenta e ka shfrytzuar edhe hapësirën ateljen time ku kam pas, e ka pas çat mundësi. Drejtoni imi moti, kemi qenë afër një gjenerat bashk dhe të ditë krimtarinë e bujshme të viteve të dy artistëve që janë artistë me renome, që kanë shkel edhe hapësirën evropiane, botërore, me prezantimet e tyne, konceptet e tyne. Dhe mendum që ndoshta kjo treshe është një prezantim që mund secili prej tyne, pa i konkurru njëri tjetrit, dalim pa vlerat e secilit. Të thotë që edhe komunikimi ka me qenë shumë më lehtë për ata vizitorë që vinë me pa edhe me vlerësu punën e secilit për neve. Që do t'jetë një befasi e këndshme për secilin. Po, si ka ndiku përvoja jote personale dhe konteksti lokal në qasjen tënde si artist vizual, të më thonë? Po, është e vërtet se tash përvoja ime disa vjeqare, me gjithse unë më duhet të aceki që ka 22 vite që punojnë në galerinë kombëtare. Edhe është një fat i mirë imi që më ka përcjell me vite, të e di që në bas fakultetit se cili artist duhet ta merr një orientim. Ai orientim gjithmonë është i pasigurt në atë hap që ai e hedh për të ardhmen. Te unë ka qenë një fat momentin kur unë u pranova në galerinë kombëtare dhe aty një farë mënyre galeria më ndihmoi të zhvillohem si artist, kur e dimi që kemi bëjmë ekspozita të rëndësishme në nivelet lartë në atë hapësirë, në atë institucion, dhe njëkohësisht me ato ekspozita ti gradualisht rritësh. Jem afër informacionit, mandej komunikimi është i vazhdueshëm me kolegë, me artistët, cilët rrethojnë, mandej bashkëpunimi me ta. Gjithçka është një mënyrë e mirë që karrierën tënde e zhvillon në hapa të sigurt. Do thotë për shkak profesionalizmit, edhe mënyrës, edhe koncepteve që ti krijon për të ardhmen. Thjesht gjithmonë të ne artistët edhe ata që dojnë të lojnë gjurmë në të ardhmen, do ta kenë një farë lloj identiteti, edhe puna tyne të ketë një mesazh që përçon edhe për njerëz të rëndomt dhe në vlerat që ata i posedojnë. Po. A keti ndonjë temë ose një çështje që e ke trajtuar gjatë gjithë kohës, të kanë ndjekur gjatë gjithë karrierës, për shembull punimet si shte gjurmë të kohës, a të kanë ndjekur ato që nga fillimi dhe pastaj? Po, është e vërtet. Ke vazhduar me ekspozita dhe tema dhe çështje të ndryshme cilat? Jo, fakt, unë nuk i iki gjurmëve të kohës. Thjesht në fillet e para të krimtarisë, kom fillu me hapësirë e rubruar, mandej ka qenë Time Swimmers, që është një pejcikli, mandej vjen të gjurmë të kohës, dhe lidhën me tema të caktume, behind the walls there are another walls, mandej behind the curtain there are another curtains,
Më thonë, thjesht lidhen disa tema që arti është një vazhdimsi që nuk mundëm asnjëherë me thonë këtu ndalim edhe këtu kom arrit edhe cit. Dhe më thonë, gjithçka është në rregull. Edhe kom banin, po faktikisht unë e shoh veten si një notues i kohës. Një herët gjërmues, notues, të di që secili për neve është shumë e rëndësi të jetë notues i mirë në punën që e bën, në realitetin, secili për njerëzve jemi notues të kohës. Thjesht ballafaqohemi me jetën e përditshme, ballafaqohemi me jetën profesionale, vështirësitë gjatë rrugtimit. Nëse si notues i mirë, gjithmonë e ki vështirësitë që dalin edhe ta vështirësojnë notimin më gjatë. Notin në distanca më gjata. Në distanca më gjata. E tash, a mund të flasim për atë se çfarë reagimi shpresonin të nxitni te publiku, të audienca, do të thonë prej momentit të hapjes së tutje derisa të jetë ekspozita e hapur, çka pritni që audienca me marrë nga punimet tuaja? Me thonë drejtën, motoja e kësaj ekspozite është pikërisht një rebelim i artistave, të cilat duhet çdo herë të jenë rebel në atë aspektin pozitiv, të them, që të kërkojnë të kenë hapësira ekspozuese, që të gjurmojnë, do thotë asnjëherë mos t'jalojnë kohës ose mundësive që dikush duhet patjetër t'i jap që ti vish në një ekspozitë të të prezantosh, po thjesht të gjurmosh, edhe sa më shumë këto hapësira që janë më së të rëndësishme për kultivimin e artës, e prezantimin e vlerave, të jenë më shumë. Ne kemi pas fatin edhe falenderoj menaxhmentin e Galerisë Flori, i cili pa asnjë kosto na boni të mundshme prezantimin. Ne e dimi që ajo hapësirë në rreth 500 metra katror është hapësirë që paguhet qiraja, edhe qiraja shumë e shtrenjtë, për shkak se është në ndërtesën e Prishtina Mall. Por një herët ajo mundësi neve na krijon një lloj komoditeti dhe shumë më lehtë kemi që punën tonë edhe komunikimet e përditshme të vinë mal keni çësje më të realizueshme në raport me... Që s'paku mos t'i mendoni çështjen e financave. Pikërisht. Por tash, nëse mund të themi, në një kohë arti, shpesh ndodhemi përballë presioneve sociale dhe politike, si e përkufizon ti rolin e artistit tash në kohën e tashme, në këto momente, me që titulli është mjaft intrigues, pozicionet? Po gjithmonë artisti ka rolin e vet të veçantë e meritor në veprimet ose në rrugtimin e prezantimit vlerave kulturore. Ne mundemi u mburë shumë me prezantimet tona, me artistë që i kemi, mënyrën se si janë prezantuar në Kosovë, jashtë, në përbot. Kemi në rangun e lartë të artistëve eminent. Do thot, aty shihet që në një farë mënyre vetë artisti, kudo që shkon, është një lloj ambasadori i këtij shteti. Që është një diçka, janë vlera të një identiteti ku na jetojmë, si shqiptarë në Kosovë. Shpesh edhe artistët të cilët kanë qenë, siç janë Muslim Ulliçi, Recep Feri, artistët eminent të Kosovës, unë i kuptoj si pionir të artit kosovar. Për arsye se vlerat e identitetit tonë shqiptar në Kosovë rrjedhin prej intelektualëve, njerëzve të zotë që kemi pas si trashëgimi. Dhe vetë shtetësia ka ardhur të di që ne kemi identitet edhe e meritojmë një shtet si që kemi sot. Dhe komplet kjo lidhet me rolin e një artisti edhe ndikimin e tij në kulturë, në politikë, në çfarëdo do thot pozicionit që i duhet të shtetësisë. Naim, nëse nuk e diçka për të shtuar rreth ekspozitës, ne këtu do ta kishim përmbyllur intervistën. Unë faleminderit një herë për ftesën. Kjo ftesë gjithmonë neve artistave na jep një motiv shtesë, një motiv që shpeshherë hezitojmë edhe me dalën për intervista, po në një farë mënyre na duhet të motivimi dhe unë shpeshherë e potencoj edhe me kolegët edhe me intervistat ose komunikimet që i kemi. Artisti momentin që punën e tij e prezanton para publikut, ai në farë mënyre obligohet të dalë para publikut, edhe të shpjegojë rreth punës së tij. Se është shumë e rëndësishme me letu një vizitori, një njeriu të rëndom
një spjegim sa doj vogël i krimtarisë tone e ndihmon dikon, e motivon dikon për të ardhmen. Kështu që komplet kjo e curi edhe mënyrën se si na jep ju mundësi për prezantimin e vlerave që ne i posedojmë, kjo është ajo që kisha dashur me shtu, që është shumë e rëndësishme për neve. Faleminderit edhe një herë, faleminderit për kohën, për intervistën, por edhe për informatat që solli për shikuesit e RTK-s. Faleminderit për mundësinë që na dhatë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka theksuar përmes një postimi në Facebook për parimet në ruajtjen dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore të Kosovës. Kurti mëtej ka publikuar një shembull të restaurimet të një shtëpie tradicionale në rrugën Marin Barleti në qendrën historike të Prizrenit, duke theksuar se ky është vetëm një nga projektet që po realizohen. Edicioni 9 u mbyll në mënyrë madhështore në teatrin Faruk Begolli. Me këtë rast u ndanë edhe çmimet pas një jave të mbushur me art, emocione dhe energji teatrale nga vendet të ndryshme të botës. Nata finale e edicionit të 9 të Prishtina International Theatre Festival Burbuqe Berisha u mbyll në mënyrë madhështore në teatrin Faruk Begolli. Në skenë shfaqja komike nga Kosova dhe live me regji të Agon Myftarit solli reflektim të qeshura dhe momente delikate të marrëdhënieve në çift, duke shërbyer si preludi për kthyer për çastin më të pritur të mbrëmjes. Daljen e çmimeve, çmimi kryesor shfaqja më e mirë që këtë vit shkoi për Bosnjën dhe Hercegovinën me shfaqjen Purple, kjo vepër triumfoi gjithashtu me çmimin aktoria më e mirë dhe shfaqja më e mirë e zgjedhur nga juria e mediave. Francezët u vlerësuan me çmimin special mention për shfaqjen breslënse On the Heart of the Rose në regjinë e Patrick Alluin. Shfaqja nga Kosova God Bless America u nderua me 2 çmime për aktorin më të mirë në rol dytësor dhe shfaqjen më të mirë të zgjedhur nga juria e studentëve. Ndërkohë, Izraeli u shpërblyer për aktorin më të mirë në rol dytësor me interpretimin e Ofer Zegenbaum në shfaqjen Family on a Train. E Greqia gjithashtu largua me 2 çmime duke përmbyllur edicionin e 9 të këtij festivali. Të martën dhe të mërkurën 27 dhe 28 maj në Teatrin e Gjilanit do të rikthehet shfaqja Djali. Shfaqja është një rrëfim thellësisht njerëzor për atë që nuk thuhet shpesh, dhimbjet e padukshme, boshllëqet e brendshme dhe luftën për ta kuptuar tjetrin. Një baba, një djalë, një nënë, një ndarje, një krizë, një përpjekje për të rindërtuar jetën. Por kur fjalët nuk mjaftojnë, çfarë na mbetet? Regjisori i shfaqjes është Erson Zymberi, ndërsa në shfaqje luajnë aktorët Kushtrim Qerimi, Yzer Meha, Safet Mustafa, Baftiu dhe Tringa Hasani. Shkolla e muzikës Prenkjakova shënon 75 vjetorin e themelimit dhe ky përvjetor do të shënohet me një tribun muzikologjike dhe koncert. Të dy ngjarjet me dedikim për kompozitorin Mark Kaçinari me rastin e 90 vjetorit të lindjes. Tribuna muzikologjike do të mbahet më 29 maj për orës 12 në sallën e koncerteve në Shkollën e Muzikës Prenkjakova, kurse koncerti do të mbahet në amfiteatrin e Bibliotekës Universitare po më 29 maj me fillim në ora 18. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Të nderuar shikues, ne këtu po e përfundojmë magazinën Art Kultur. Ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim në edicionet tona të radhës.